Kanë kaluar më shumë se 240 ditë që janë duke punuar këtu. E pas rreth 8 muajve, punimet në tunelin e kurrizit në lagjen Dardania të Prishtinës gati kanë bërritur fundin. Përkundër disa vonesave, hyrjes së projektit në fazën përfundimtare janë gëzuar banorët e zonës. Që shka qenë ai tunel që me kalu nuk mu ishe as 2 metra, tash e kanë bo me ventilim, e kanë bo me staza në të dy ëndë, e kanë bo asfaltin, kanë bo kanalizimin, edhe ai tash është prej këtujt mundesh me kalu edhe kam mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj është një investim i merituar. Jo që ka pas nevojë, po ka qenë masë nevojshme se kombosi, shme thonë, të merë me hym randa. Punë e madhe është bo këtu. Këtu do është krejt instalimet mi zhvendos prej naltit poshtë. Drejtori i drejtorisë për transformim në kryeqytet, Gëzim Kasrati, jep detaje se si do të duket tuneli pas përfundimit. Ky tunel përveç e ka me shërby për lëvizje të makinave në një kaje, ka me pas edhe lëvizje të këmsorve, lëvizje edhe të bicikletave dhe ka me pas gjithashtu një organizim ose ma mirë me thonë një funksionalizim shumë atë mirë edhe ka me qenë në shërbim të qytetarëve. Është duke para pa dhe një organizimi, një tregut i cili punohet faktikisht nga treba tonë. Kasrati e pranon se ka pasur disa vonesa në përfundimin e projektit, mirë por gjithçka sipas tij do të përfundojë shpejt. Parashihet që dikon në fund të muajit qershor të kemi këtu një manifestim, një ngjarje artistike kulturore që të korrojmë edhe punimet. Kemi pas shumë ankesa për vonesa, mirë po vonesat kanë qenë për shkak të kohës dhe asnjëherë për shkak të kompanive ose operatorëve. Sipas opozitës, në Prishtinë shumica e projekteve janë vonuar ose nuk janë realizuar fare për shkak të planifikimeve të dobëta. Nuk është vetëm tuneli i kurrizit që është vonuar, por janë shumica e projekteve në Prishtinë që janë jashtë të gjitha afateve të mundshme për të përfunduar. Për neve problemi me tunelin e kurrizit ka qenë edhe te planifikimi i tij. Për neve si opozitë, për mendimin tonë nuk ka qenë mirë planifikuar, sepse të pretendosh atu në tunel ku kalojnë veturat, të ndërtosh edhe vende për të ngrënë ushqim në shërbim të gastronomisë, por neve është e papranueshme sepse dioksidi i karbonit në tunel është shumë më i madh se sa jashtë tunelit. Renovimi artistik dhe infrastrukturor i tunelit të kurrizit në lagjen Dardania komunës së Prishtinës i ka kushtuar 1.2 milion euro.